Një task force e përbashkët është ngritur mes Ministrisë së Financave, Tatimeve dhe Doganave me qëllim monitorimin e çmimit të karburanteve për të shmangur abuzimet. Ky vendim vjen vetëm pak ditë pasi në treg janë rritur çmimet e karburanteve. Tre drejtuesit e këtyre institucioneve zhvilluan një takim në të cilin Ministri i Financave u shpreh se ky plan operacional vjen edhe në kontekstin e zhvillimeve të fundit ndërkombëtare të cilat kanë ndikuar në çmimet e hidrokarbureve. Çmimet do të jenë në monitorim nga këto dy institucione në mënyrë që të mos kemi rritje abuzive të tyre në sektorin e tregtimit të hidrokarbureve me shumicë apo edhe me pakicë. Sot kemi dakordsuar se cilat do të jenë hapat që do të ndiqen nga këto dy institucione, duke filluar që nga vlerësimi me risk i operatorëve që operojnë në këtë sektor, por nga ana tjetër edhe duke marrë informacion nga tregu për sa i përket abuzimeve potenciale që mund të ndodhin, tha ministri. Kontrolli do të fokusohet jo vetëm në kontrollimin e dokumentacionit doganor apo tatimor, por edhe në atë fizik të sasive të hidrokarbureve që tregtohen në pikat e tregtimit me shumicë dhe pakicë. Drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ilir Binaj u shpreh se institucionet kanë koordinuar planin operacional dhe kanë nisur analizën e riskut, e sipasi do të ngrihen grupe të përbashkëta kontrolli për të garantuar që aktiviteti i subjekteve të zhvillohet në përputhje me ligjin, si dhe çdo shitje të jetë regjistruar në mënyrë fiskale dhe karburanti i tregtuar të përmbush detyrimet doganore dhe ato tatimore. Në shumicën e karburanteve në kryeqytet, këtë të mërkur, 1 litër naftë u kushtoi qytetarëve 198 lek për litër, ndërsa benzina 188 lek, por nuk munguan denoncimet për çmime deri në 205 lek për litër.